5 është shqyrtimi projekt ligjit për provimin e maturës shtetërore. Ky projekt ligj vendos një standard të ri serioziteti dhe meritokracie në sistemin arsimor të Republikës Kosovës, duke konsoliduar provimin e maturës shtetërore si mekanizëm të besueshëm dhe të drejtë për të gjithë nxënësit. Ai garanton rregulla të qarta për përmbajtjen, organizimin dhe administrimin e provimit, duke mbrojtur të drejtat e kandidatëve dhe duke forcuar përgjegjësinë institucionale. Përmes këtij ligji, ne po ndërtojmë një sistem vlerësimi që mat realisht dijen dhe përgatitjen, jo rastësinë apo improvizimin. Ky është një hap i vendosur drejt parafrimit me standardet më të mira evropiane, duke marrë modele të dëshmuara dhe duke i përshtatur ato për realitetin tonë. Në thelb, kjo reformë jep vlerë punës së nxënësve dhe i garanton shoqërisë një sistem arsimor më të drejtë, më të besueshëm dhe më konkurrues. E ftoj zëvendës ministrin e Arsimit dhe Shkencës, zotëri Përparim Kryeziun, që ta marrë fjalën. Faleminderit kryeministër, i nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, ministra dhe zëvendës ministra. Sot para jush po paraqes për shqyrtim dhe miratim projekt ligjin për provimin e maturës shtetërore nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës. Ky projekt ligj përcakton statusin e provimit maturës shtetërore në sistemin arsimor të Republikës sonë, përmbajtjen, kushtet dhe mënyrën e organizimit të provimit maturës shtetërore, të drejtat e kandidatëve dhe strukturat përgjegjëse dhe kompetencat e tyre për organizimin e këtij provimi. Provimi i maturës shtetërore është vlerësim i jashtëm i arritjeve, njohurive, shkatësive dhe aftësive të fituara gjatë arsimit parauniversitar në përputhje me kurrikulin dhe kornizën e kualifikimeve të Republikës së Kosovës, ku të gjithë kandidatët e shkollës së mesme të lartë, të cilët me sukses e kanë përfunduar vitin e fundit dhe pajisin me diplomë, fitojnë të drejtën të nënshtrohen provimit maturës shtetërore. Po ashtu të gjithë kandidatët e shkollave të mesme profesionale, të cilët me sukses e kanë përfunduar vitin e fundit dhe pajisin me diplomë, e fitojnë të drejtën të nënshtrohen provimit maturës shtetërore në bazë të kushteve shtesë, nëse ka të tilla, të përcaktuara në ligjin përkatës për arsimin profesional në Republikën e Kosovës. Përfundimi i suksesshëm i provimit maturës është kusht për pranimin e kandidatëve në programe studimore të arsimit të lartë të Republikës Kosovës, sipas legjislacionit përkatës në fuqi. Me qenë se miratimi i projekt ligjit për maturën shtetërore është shumë i rëndësishëm për sistemin tonë arsimor, ju ftoj ta mbështesni me votë për. Ju faleminderit. Faleminderit zëvendës ministër Kryeziu. Dëm fjalën kur diskutojmë, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet.